Goditën oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit. Prokuroria e Fierit, pasi përfundoi hetimet, dërgoi në gjyq shtetasit KK, LK dhe GK për veprën penale goditje për shkak të detyrës në bashkëpunim, parashikuar nga neni 237 fraksion 3 dhe 25 të kodit penal. Në përfundim të hetimeve mbi procedimin penal numër 509 të vitit 2025, të kryera në bashkëpunim me policinë gjyqësore, u arrit të provohet se më datë 15/4/2025, punojësit e policisë pranë forcës operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë, së bashku me oficerë të Byros Kombëtare të Hetimit, kanë shkuar në qytetin e Fierit të planizuar me shërbim me qëllim kryerjen e veprimeve hetimore. Gjatë ditës, sipas dinamikës, kanë lëvizur në vende të ndryshme në qytetin e Fierit, por në këtë datë punojësit e policisë janë ndjekur dhe më pas ndaluar nga të pandehurit, ku pavarësisht prezantimit të tyre si punonjës policie të pandehurit në bashkëpunim me njëri tjetrin, me veprime aktive, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj oficerëve të policisë për shkak të ushtrimit të detyrës së ligjshme të tyre. Në lidhje me ngjarjen e sipërme, të pandehurit janë arrestuar në flagrancë dhe janë hetuar me mas sigurimi arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier mbetet e angazhuar për të garantuar veprimtarinë e rregullt shtetërore, autoritetin shtetëror dhe shëndetin e personave që kryen një detyrë shtetërore nga veprimet kriminale.